Cilat kanë qenë zhvillimet e përgjithshme financiare në 6 muajorin e dytë të vitit 2025? Në kuadër të publikimit të raportit stabilitet financiar për 6 muajorin e dytë të vitit 2025, ne bëjmë një vlerësim të përgjithshëm të ecurisë së sektorit bankar dhe të aktivitetit të tij në përgjithësi. Dhe për këtë ne shikojmë ndërveprimin e tij me ekonominë e brendshme dhe ekonominë e jashtme, si dhe me ecurinë e vetë aktivitetit. Në tërësi, gjatë periudhës, pra 6 muajorit të dytë të vitit 2025, zhvillimet kanë qenë përgjithsisht pozitive. Zhvillimet ndërkombëtare kanë qenë përgjithsisht ato të pritshme, normat e interesit kanë ardhur në rënje. Megjithatë, pasiguria ndaj politikave të tregtimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si dhe tensionet gjeopolitike kanë ardhur në rritje, sidomos në fund të periudhës. Në Eurozonë, ekonomia u rrit me rreth 1.2%, ndërkohë që inflacioni rezultoi pranë objektivit të Bankës Qendrore Evropiane. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, zhvillimet kanë qenë përgjithsisht pozitive, nivelet e kredive me probleme kanë qenë në nivele të ulta. Në lidhje me ekonominë e brendshme, në fund të vitit ekonomia shënoi një rritje për rreth 3.8%, kryesisht me kontributin pozitiv nga investimet në sektorin privat dhe konsumi. Norma e papunësisë ka ardhur në rënje, punësimi është rritur, gjithashtu edhe pagat. Zhvillimet fiskale kanë qenë përgjithsisht pozitive. Raporti i borxhit ndaj prodhimit brendshëm bruto ka rënë në nivelin 53%. Krahas këtyre zhvillimeve ne shikojmë edhe sektorët veçantë, siç është sektori i individëve dhe sektori i bizneseve. Bizneset në përgjithësi kanë patur një ecuri pozitive të aktivitetit. Sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë rezulton që ato kanë operuar me fitim dhe në përgjithësi kjo tregon që gjendja e tyre për të përballuar borxhin e mundshëm është pozitive, është e mirë. Individët vazhdojnë të kenë një tepëricë kreditore të pozicionit të tyre financiar. Ata financojnë kryesisht veprimtarinë e sektorit bankar nëpërmjet depozitave, por edhe bizneset. Në përgjithësi, kërkesa për kredi si nga individët, ashtu edhe nga bizneset, për 6 muajorin e ardhshëm pritet të jetë relativisht e qëndrueshme. Tregjet financiare në përgjithësi kanë ecur sipas pritshmërive. Në tregun primar të titujve të borxhit të qeverisë kemi patur një rënje të lehtë të emetimeve dhe njëkohësisht edhe një rënje të normës mesatare të interesit. Vëllimet e tregtimit kanë qenë ato që kanë qenë edhe më parë, pra në përgjithësi nuk ka patur ndryshime të rëndësishme. Në tregun e pasurive të paluajtshme kemi patur një rritje të çmimit të mëtejshme, por ritmi i rritjes ka rënë në krahasim me një vit më përpara. Dhe besojmë edhe fal masave që ka prezantuar Banka e Shqipërisë. Në tërësi, gjendja e sektorit bankar në këtë mjedis gjithashtu është zhvilluar pozitivisht. Aktiviteti i sektorit bankar është zgjeruar me gati 9.4% në terma vjetor, kryesisht e mbështetur nga rritja e kapitalit dhe depozitave, e cila është drejtuar në drejtim të kreditimit dhe të investimeve në tituj. Kredia është rritur në terma vjetor me gati 13.5%, me kontribut pozitiv si nga kredia në lek, ashtu dhe nga kredia në valutë, po kështu edhe depozitat janë rritur me kontributin pozitiv nga depozitat në lek, ashtu edhe nga ato në valutë. Rritja e depozitave në terma vjetor ka qenë rreth 9.1%. Si vlerësohet ekspozimi i sistemit financiar shqiptar ndaj rreziqeve? Kur bëjmë analizën e rreziqeve, ne shohim ato që quhen rreziqe konvencionale, pra që janë kryesisht rreziqet e kreditit, të likuiditetit edhe të tregut. Analiza jonë tregon që në përgjithësi këto kanë ardhur në përmirësim dhe janë në nivele të kontrolluara. Konkretisht, raporti i kredive me probleme zbriti në nivelin 3.8% në fund të vitit dhe ky është niveli më i ulët në 15 vjetët e fundit. Treguesit e likuiditetit mbeten në nivele optimale, ndërkohë që edhe treguesit e rreziqeve të tregut, që lidhen kryesisht me ekspozimin e sektorit bankar ndaj rrezikut të kursit këmbimit ose të normës interesit, mbreten në nivele të kontrolluara dhe larg kufive maksimal të vendosur nga kuadri rregullator. Në përgjithësi, edhe bankat shprehen për rreziqe të ndryshme të veprimtarisë së tyre dhe në vërtimin e fundit ato kryesisht e kanë vënë theksin tek zhvillimet ndërkombëtare dhe tek paksiguria që ato mund të reflektojnë në zhvillimet ekonomike të brendshme. Njëkohësisht, sulmet kibernetike janë një tjetër faktor rreziku që përmenden nga bankat. Megjithatë, gjendja aktualisht paraqitet çdo gjë në kontroll.
Po aftësia e saj për të përballuar këto rreziqe? Për të vlerësuar aftësinë e sektorit bankar për të përballuar këto rreziqe, ne shikojmë disa tregues dhe kryejmë edhe ushtrimet e provës së rezistencës. Ndër treguesit që ne shohim është rezultati financiar i sistemit. Sektori bankar ka operuar me fitim edhe gjatë vitit 2025, megjithse normat e fitimit dhe madhësia e tij kanë qenë disi më të ulta se në vitin 2024. Nga ana tjetër, ngatëshmëria e kapitalit të sektorit bankar është relativisht e mirë. Në fund të vitit ajo ishte në nivelin 20.4%. Kjo edhe fal kërkesës kuadrit rregullator për rritje të mëtejshme të kapitalit. Megjithatë, rreziqet janë të pranishme dhe për këtë arsye Banka e Shqipërisë i ka kërkuar bankave që në mënyrë të vazhdueshme të përmirësojnë sistemet e tyre të administrimit të rrezikut, të testojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj rreziqeve dhe njëkohësisht të shfrytëzojnë periudhën e mirë me fitim të aktivitetit të tyre për të fuqizuar pozicionin e kapitalit.